Këtyre ditëve lajmi më tronditës në Kosovë ka qenë vrasja e policit Muhamet Lika. Kreta ajo që ka pasuar rastin mund të lexohet në dy mënyra. E para, shteti ishte në gjendje të reagojë mirë dhe brenda javëve të arrestojë një grup të dyshuarve që kishin organizuar vrasjen. Ose e dyta, që në një komunë që është shqu që ka eksportu kryesisht ambalazhet plastikës edhe terrorist, nën hund të organeve të sigurisë është zhvillu edhe një grup deri në nivel që ta regrutoj një të mitur për me vrani një polic. Mirë po diçka që u bë publike kohëve të fundit, është se ky rast indirekt lidhet me një dështim tjetër të fllësisë të sistemit tonë të drejtësisë. Ma herët sot Birni edhe media tjera kanë raportuar se i dyshuari si vrasës i Muhamet Likës ishte i njohur për drejtësinë. Kjo me që ishte i dënuar me masë institucionale edukative për një vepër tjetër penale, ato të dhunimit. Por këtë masë i mituri nuk e ka vujtur dënimin asnjëherë, pasi nuk ju ka përgjigj atij dënimi, ndërsa për këtë ishte vendosur edhe në listën e personave në kërkim me urdhër arrest. Ky urdhër arrest ishte aktiv edhe gjatë kohës sa ishte kryer vrasja deri tek arrestimi i të njëjtit. Pra, një dhunues gjykata e let lirë, edhe ai pas dhunimit veç edhe një shkollë ka vrasjen. Edhe shndrohet nga dhunuesi në vrasës. Ky sistemi i drejtësisë mund të jetë më i miri në rajon, por ka dështime të flleshta edhe në momentin që i lëshon dhunuesit, kërcënuesit edhe kapadeit që janë me armë pa leje. Ky sistemi i drejtësisë është pjesa e sektorit publik që e ka besueshmërinë qytetare më të ulët. Mirë po, se kisha nis krejt këtë editorial vetëm me një rast izoluar. Sot bre, hiq pa larg. U dëshmu që ky sistemi i drejtësisë jo vetëm që but dënon, po gati e toleron dhunimin seksual, kërcënimin, anëmbajtjen pa leje, po s'është që fort me zell merret edhe me rastet e policëve të vrarë. Sot, hiq ma larg. Gjyqtari Agim Kuçi, i cili kishte hequr masën e sigurisë të akuzuarit Enver Sekiraqa, lidhur me rastin e vrasjes së policit Triumf Riza, është sankcionuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës me vërejtje publike me shkrim edhe 20% pagë, 20% dënim, zbritje të pagës në periudhën prej 6 muajsh. Pra, 6 muaj të ardhshëm, kam i marrë një të pestën e rrogës ma pak, njeri që e kalon të lirë Enver Sekiraqin. Që për çka jemi ka flasim? Për këtë juve që keni qenë të jetu tjetër ka, që një rikujtimi shkurt me 2007 është vra polici Triumf Riza para 18 vjetëve. Ky sistemi joni i drejtësisë është aq i mirë sa dorasin që çështë vrasësin Arben Berishën e kanë dënuar me 35 vjet burgim, kurse për nxitjen vrasje Enver Sekiraqin e kishte dënuar me 2016 me 36 vjet burg, më pas me 2019 me 20 vjet dhe me 2024 edhe një herë ka dënuar për vrasje 2008 me 25 vite burgim. Në shpallit të gjykimit, gjyqtari çështjes Agim Kuçi kishte marrë vendim të veçantë, me cilin i kishte hequr masën e arrestit shtëpiak të akuzuarit Sekiraqa. Gjykata e apelit më pas me 17 maj të vitit kaluar e mori vendim për ta kthyer para burgim, mirë po nuk e kanë gjetë tash e gati një vjet. Nëse shikojmë një rast tjetër të prillit, në plagosin në Gjakov, ka qenë plagosja e 4 që i bën një njëjti person, e 4-ta. Këshire, një sistem drejtësisë që ja lejon 4 herë dikujt me plagos njerëz, që ta heq arrestin shtëpiak pasi të ka dënuar 25 vjet, që të lënë të lirë pasi të dënon për dhunim, që të mundesh më pas me vrarë një polic. Nëse nuk i besojmë sistemit drejtësisë, ose kemi me u kthy në kanun të lekës, ose me naj kanun tjetër, ose secili prej neve kemi me marrë drejtësinë në dorë tona, edhe manej nuk na duhet më shteti. Nëse disa njerëz në Kosovë mund të marrin armë pa leje, të dhunojnë çika, të dhunojnë djem, të vrasin polic, të vrasin kundërshtar, dhe për ta ka dënime të buta ose masa gjyqësore që u mundsojnë të kryejnë krime sërish, ky mos është sistemi i drejtësisë. Kështu që shumë më shumë se sa që kush bëhet kryetare e kuvendit, shumë më shumë se sa kush i merr do ministri që ashtu spunojnë sen. Është e rëndësishme kush bëhet kryeprokuror, kush bëhet shef i Këshillit Gjyqësor, kush bëhet ministri i drejtësisë. Edhe e ka seriozisht shteti angazhimin për drejtësi. E që kjo ta shqilë të pyetja krejt pyetjeve që ka bën politika në këtë rast. Deri tash kemi pa 2 qasje. E para është e famshme, ajo e Adem Grabovcit. A je dakord për në kost? Ku? Në kost. Në kost, qysh në kost, ma? Në kost, në bardë. Po, nga s'kasa, ja? Ha? Ku në cëllim? Që të ku në kost? Mëra, Ha? Transmisioni dhe tregu. Na vy ne shumë atë. Është ndër ma të rëndësishmit. Po, a dhe që s'kon konkuru në kërkon? Unë s'kon konkuru? Ha? S'kon konkuru, në e s'kon konkuru.
Më ke konkurru që tu na i keme emnin tonë? Bahri Hyseni. Këshire mos biografina jam une. Insidery.com. Nësë me pak të shti direkt. Bahri Hyseni. I 15 i je. E dyta është kjo qosje e Alban Krasniqit. Si antari KQZ-s, duke e pa trendin bashkë edhe me kolegë tjerë që e din këtë vërtet, dhe të mos merret asnjë veprim për shkak qoftë të ndërhyrjeve nga brenda a jashtë në këto institucione politike e parapolitike, është pak me thonë le të mbetet ndërgjegjjen e tyre, po unë uroj që të ndodh një vetting, e të ndodhë një proces i tillë që na heqë bërlogun prej këtyre institucioneve, gjitha institucioneve, ku ka bërlog tillë i cili na mbulon edhe na pamundson votën e lirë, vullnetin e lirë qytetarëve, edhe institucione që janë edhe të përgjithshme edhe kredibile, po natyrisht që pasojat nuk do të jenë vetëm në nivelin e përfaqësimit në kuvend, do të jenë edhe në demokracinë e brendshme, edhe brenda partive politike. Pra, politika nuk e ndihmon sistemin e drejtësisë, edhe nëse kjo qosje nuk ndryshon, jemi ka hymë në stat kur mu nuk i besohet shtetit, sepse kanë dështu gjykatat, mediat, spitalet edhe shkollat. Shteti i dështuar s'do këtë ndryshe. Mysafir sonte, Azdren Bytyqi, Yll Zekaj, Muhamet Mujaj, Besa Kabashi dhe Naim Telaku.